se nuk, a din hishe dhe nuk flisi as kur gjë, thashtë ok, ka nervoza në i gjë, dhe të pyta Mateo si e nuk e ktheve, pastaj kur ullu me hongër buk, thash, Mateo, qa ki, a din të pyta prap? Mu më ke pyt vetëm këtë tavolinë. Okej, është mendimi yt. Jo mendimi jo, ka kamera, edhe unë e di kur të kam pyet. Çfarë kam gjuhën po të them? Unë po të them çfarë të kam thënë unë. Unë të kam pyet 2 herë. Po në rregull, nuk ka problem. Thjesht unë nuk thash çai kam bë unë, se me mua nuk pat në arsye për mua mërzit ose mua bën nervoz me mua. Kaq. Maksimum që ke pati nuk është se të ka interesuar shumë. Jo, përderisa të kam pyet 2 herë më ka interesu. Po nëse ti nuk më kthen përgjigje, unë ta kam thonë, unë kur jam nervoz, jam tip që rri vetëm. A kupton, nuk kam qef me më fol, hiç. Ke thënë ti për jo. Po, okej. Po flasëm për situatën time, jo për tate. Okej, në rregull. Unë jam tip që kur jam nervoz, kam qef të flas me askënd. Edhe thash, okej, thash qetësohet pak, thash dhe pastaj më thot çka ka, pse çka ka më. Ne kemi folë herë, si e përjeton ti, si e përjetoj unë, si e marr ti, si e marr unë. Okej, në rregull. Po flasim për mua, jo për ty. Okej, edhe na kena thonë që nëse unë kam diçka me ty, më ardh me ta thon, apo am ke thonë nëse ke diçka me mua, hajde ma thuj. Edhe unë të kam thonë edhe ti nëse ke diçka me mua, hajde ma thuj. Edhe unë aty morra që ti ke diçka me mua, edhe thash, okej, thash kur qetësohet, se na njëri ka Jo, pas ke pas ti me mua, se ty pas ka ngel hatër. Jo, mu më gjeni... Po, ti pra, rrigull me orgolje. Se ti më the, unë jam nervoz me gjithë, a kupton? Ose mujtë me thonë, më ka nervozu këta. E ke egon, edhe ca menimi e ke shumë këqia. Po të flisja për ego, i di mos isha fare, as këtu, as me ty, as mrapa te, me as i vetë. Jo, mrapa me nuk je. Mos ki nevoj me thonë mrapa te, se mrapa me nuk je. Po të flishin për ego. Kurse ti më thumu egon, kur unë kam nervat e mija, kam lefin tim, kam momentin tim, me ti më thumu më ngeli më hatërin, se thash unë që i kam nervoz me të gjithë. Po, thash që i kam ba unë. Edhe në rregull, thash, okej, thash, kur qetësohet, thash vjen edhe ma thot që ka me mu. Se na e kena lanë, qëfse ke diçka me mu, vjen ma thu, edhe unë qëfse kam diçka me ty, më ardh me ta thonë. Vete kemi lanë kështu. Okej, në qëfse ti mu nuk vjen me më thonë, po kus kam që me ty që të ditë them? Okej, në rregull. Po pra, e ke pas ti për që më them, më ngeli më hatërin. Ti që në tavolinë, mund të pyesje. Përderisa the jam nervoz me gjithë. Si të pyete qa ke, mund të pyesje pse, a e ke me mu, a se ke me mu. Okej, unë ta thash. Pyete fare pra, ti pyete vetëm qa ke, jam nervoz me gjithë, dhe ka që marroj diskutimin për ty. Qofse ti do me diskutua që a që diskutove, nuk do vjen të them ty pse më pyete, pse s'më pyete. Ti interesoj, s'ti interesoj? Jo, unë personalisht, si person që jam, e kam vështirë më shku 100 herë me pyet një person. Nuk jam kështu, nuk jam këtë mënyrë. Ti s'ka interesu fare. Mund t'jem nuk është e vërtet që s'm ka interesu. Po është e vërtet, thjesht nuk ka marrë për tretën herë me të pyet. Jo, shif, ti nuk mundesh me dit se am ka interesu a nuk më ka interesu. Po jo, po unë nuk e shfaq. Nuk e shfaq. Unë interesin për i person nuk e shfaqe. Që kam konsiderat, nuk është se flas shumë që se tu t'i ik Mateo i herë. Unë nuk e shfaqe. Apo s'm them përgjigje 2 herë, si që kam vërdetu. Se s'ma e vonë time unë qofse ti e mërzitën për problemet e tuja. Kurse ty pas ka ngel hatër se kam thënë unë që kam